Të rinjtë e Gjirokas zgjodhen Antigonen antike për festuar ditën e verës, në një fest të organizuar nga deputeti Vangel Tavo dhe Lëvizja Rinore për Integrim. Festimet për 14 mars shoqëruan me muzikë si dhe me disa element tradicional të ditës së verës, siç është ndezja e zjarrit që simbolizon lënien pas të dimrit. Qytetarët e të rinjtë e Gjirokas nëpërmjet kamerës së televizionit Kanal 7 nënguruan të shprehin kënaqësitë e festimit të kësaj dite, e cila në një farë mënyre jep një energji të re për stinën e luleve. Si që tashmë jemi në DNI, Lëvizja Rinore për Integrim është i viti 4 të radhazi që organizon ditën e verës në parkun arkeologjik të Antigones, një park antik që është krijuar nga dashuria dhe është shkatruar nga urrejtja. Ne si gjithmonë i kemi bërë thirrje komunitetit Gjirokastrit, gjithë të rinjve, bashkëmoshatarëve, miqve të afërme, gjitonëve që të mblidhen pranë parkut arkeologjik Antigone, pikërisht ditën e verës për ta promovuar këtë park. Por jo vetëm kaq, ne do të kemi gjithë ato organizime për të promovuar të gjitha vlerat kulturore që ndodhen jo vetëm në rrethin e Gjirokastrës, por dhe më gjerë. Unë falenderoj nga zemra gjithë Lëvizjen Rinore për Integrim, Lëvizjen Socialiste për Integrim rrethi Gjirokastër dhe në mënyrë të veçantë falenderoj deputetin Vangel Tavo që u përkujdes në mënyrë të veçantë për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Falenderoj gazetarët, mediat dhe bëfshi qef, kalof që sa më gëzuar. Gëzuar gjithve, gëzuar në shtëpitë tuaja. Atëherë prite një fest, po kaloj mirë, kaq. Dhe njerë? Se zgjodhet Antigone? Duke qenë se jemi në natyrë, do na pëlqen dhe një çditje në natyrë edhe kjo është arsyeja. Çfarë shpreson për këtë verë? Për këtë verë? Se ditë ja kaloj mirë. Jemi mbledhur sot në forumin e LRI-s për të festuar ditën e verës. Ju uroj të gjithëve gëzuar dhe t'ja kalojmë sa më bukur. Çfarë shpresoni ju për verën? Sa më shumë nxehtësi. Sepse është një ambient i bukur, me shumë njerëz. Është i bukur ambjenti. Është hera e parë që vini? Jo, herë e dytë dhe erdhëm dhe këtë sot. Po, dhe këtë herë. Po. Çfarë ju uroni të shoqërisë tuaj? Jo, erdhëm pa plane, kështu erdhëm për këtë verë. E të jetë sa më e bukur. Po, kjo. Edhe juve. Ka ardhur me shoqëri këtu, po festoj. Të kaloj ditën e verë. Ha. Pse keni zgjedhur që ta festoni ditën e verës në Antigone? Sepse është një vend i bukur edhe shpresojmë të kalojmë një ditë më të bukur. Juve keni ardhur me shoqëri. Po. Çfarë keni menduar për këtë ditë veçantë? Çfarë mendoni të shkruajmë? Të pim, të ham, të kalojmë bukur, të kërcejmë. Të jetë i bukur dhe pa mërzitje, që të them, nuk e di. Festa e verës është një festë pagane që duket se është tërësisht shqiptare.